Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim unë do fus Irena Kalajën nga Italia, e cila vetëm përpara pak ditëve ka qenë me mua live dhe ka denoncuar konfliktet dhe problemet që ka me vajzën e saj, Marietën, 41 vjeçaren. Kjo e fundit ka braktisur 3 fëmijë në shtetin italian dhe ka ardhur në Roskovec, ka ardhur në Shqipëri dhe ka nisur bashkëtesën me një djalë shumë herë më të vogël se mosha e saj, ndërkohë që nëna e saj Irena dyshon se e bia drogohet së bashku me të dashurin. Unë në këto momente dua të jap disa sekonda, le të themi, nga live-i i shkuar, çfarë ka denoncuar nëna për vajzën e saj Marieta. Në qovë se ti je në rrezik jete, thuaj vetëm një herë, Po jam që para në rrezik, unë as tutje as tu çfarë po thua? Jo, ai po kërcënon. Jo, e ke gabim. Unë jam e madhe e pjekur që kështu flas. Shikoj dhe unë që flet mirë ti, të shoh që ke ndryshuar shumë. Po vllai s'ke shputim ti do të vras në bica pacopa, që nga Çfarë më thot, po i thot ai vllai të do të pi gjakun më, e Tereziti më. I thot ai do të bëj gruan e do të bëj vajzën. u krijo familje time, që kështu. Po kur e krijoi këtë familje ti për 5 ditë? Si e krijoi këtë familje për 5 ditë? Qysh, atë di unë si e krijo për 5 ditë. Për 5 ditë nuk krijoi familja. Po ti ishe nëna ime tha do të kisha kputur kokën më tash mua, po do ta dërgoj mesazhin me zot që ti dëgjosh tëra. Kishe kontaktuar gjasme sikur bia jote ishte në hall. Kush je ti që mbezdis mua që futi mua njerëz? Se po fut nga tres edhe në gjak. Diem të tu, për ça? Për vajzën tënde pse do vajza jote që ti jetë qetë e lumtur. Pas këtij live-i, babai i Erges Kalajës, Zoti Beshir, ka reaguar dhe kërkon që të hyjë live me mua për të treguar se si ka mbërritur Marieta në shtëpinë e tij dhe për çfarë i ka mashtruar ajo. Beshir, përshëndetje. Shumë faleminderit. Ju prita dhe dje faktikisht, po unë kanë qenë ngarkuara për ju edhe. E qartë. Beshir, Irena Kalaja nga Italia ka denoncuar se ju në familje mbani peng vajzën e saj. Ç'a ka ndodhur? Nuk është e vërtet kjo. Megjithatë unë do shpjegoj sa mora vesh. Në datën 10 a 11 një diçka e tillë të muajit të kaluar, më ka telefonuar djali, më ka thënë që kam një vajzë tot me. Si mbërriti vajza në shtëpinë tuaj? Ja, atë po them. Më thotë që unë jam filan, ka thotë dua me djalin tënd, thotë kemi një vajzë tot të vogël me vrym zemër. Majlinda. Mundet na ndihmosh tot? Majlinda, po. Mundesh, thashëm po ku? Unë tha jetoj në Itali, tha, po më duan tha pak euro, tha ajo ka marrë në Shqipëri, tha, për të kuruar vajzën. I thash 5.000 euro, nuk po i kërkoj këto, kupton me sinqeritet po them. Po mirë, me djalin tënd ti nuk komunikove? Të mori një gocë telefon të tha që unë kam sjell në jetë një fëmijë me djalin. Kanë qenë bashkë, edhe ka kërkuar kjo sipas mendimit tim tani për ta marrë djalin ande edhe për të bërë dokumenta çfarë do bëni. Se djali ishte shumë mirë, punonte aty në Tiranë me këto të turizmit që përcillte këta turistat. Beshir, djali juaj si quhet? Erges Kalemi. Erges Kalemi. Në momentin që kjo vajzë me emrin Marieta, që e kërkon nëna e vet dhe nuk ka asnjë kontakt, të mori në telefon dhe të tha që un kam një fëmijë me djalin tënd, na duhen para dhe ti ja ke dhënë këto para. Ti besoj je shokuar, e ke marrë djalin tënd në telefon, e ke pyetur që çfarë është ky muhabet? Shiko, e mora djalin në telefon dhe djali u nis, ka marrë një makinë me qera aty në Fiat, e ka paguar 50.000 lekë domethënë dita. Po. Dhe u nis drejt pasi ka vajtur te kjo për ta takuar. Kjo në Rinas i thot që jam filan vend, me një shtëpi si them unë. Niset djali, baba thot më duhen thot leksa për t'i hedhur makinës. I jap djalit, merr makinën me qera në Fier aty tek sa boriç aty, si them me një firmë nga ato që japin me qera, i jap dhe karburantin. Niset djali, kjo sa vete djali afër Tiranës, jo thot unika. Po mirë, Beshir, ti nuk e pyete djalin që a ke sjell në jetë fëmijë, ke vajzë? Çfarë tha djali? Djali më tha që kemi. Edhe unë e di, po mendoj tani që mund ta kenë këta ose mund të jetë një diçka që se për ty do, si mund të them. Mbase djali mund bëjsh bamirës, mund të ketë folur me këtë më përpara se kjo isha ardhur më shpesh. Dhe pasi djali shkon në Rinas, kjo i hipi avion dhe i. Edhe
Nëse kishin bërë debate, kishin humbur lek më përpara, siç thon këta, po unë nuk jam ndjeni për vete. Edhe këto lek nuk po ja kërkoj me sinqeritet, sepse mua më ka plekin djalë edhe e di dhe mësurinë e djalit, ose të fëmijës. S'po ja kërkoj lek. Po duhet gjithmonë vërtetën. Më pas, më thot kjo, babi thot si je, mirë si je. Kur thot babi do mënë është vajza ime, se kam dhe vajzë dhe djalë. E kam larguar edhe është shumë mirë për mua, po. Më thot, kur thot babi, ne themi, po hajde, gjerat mbara. Më duhen 550 euro, thot, se do ikim bashkë me djalin, thot, do bëjmë dokumentat. Po mirë, o Beshir, se është pak edhe pa e çuditshme. Tani këto para pse ti kërkonte vetë djali ty, po ti kërkonte kjo goca, e dashur e djalit. Djali nuk i ndjen. Djali dia kishte prerë, i thoshte që nuk t'jap lek ty, ti punoj ato. Je në forcë pune, punoj ato. E ke punën, po e ke, punoj ato. Këtë mendimi kisha thënë gjithmonë. Edhe e ndava djalin e kam dash shpejt, kupton, para 10-15 vjeç, për të ndërtuar një jetë më të mirë. Është e vërtetë që djali juaj është përdoruar si lëndë narkotike? Unë vetë nuk jam ndjeni, s'kam parë gjë. Vetë. Por ju si baba, besoj arrini ta kuptoni nëse djali ka këtë lloj problemi apo? Unë kam quar për kontroll në Tiranë tek një doktor Zini Sula dhe më ka thënë që nuk ka probleme, nuk është. Te spitali ushtarak. Sepse ne na kanë telefonuar njerëz dhe të familjes tënde Beshir. Rreth jot shoqëror i ngushtë dhe na kanë thënë që djali juaj Ergesi është përdoruar si lëndë narkotike. Prandaj po të pyes, ti si baba nuk ke informacion. Po, e kam quar dhe nuk më kanë thënë të vërtetën. Nuk më ka thënë ky Ziniu, ky doktori te spitali ushtarak, më ka thënë që nuk ka probleme. E kam quar më përpara. Por që djali juaj është ndaluar nga policia? Po. Pikërisht për lëndë narkotike, këtë nuk e dini? Jo, është ndaluar vetëm për probleme makinash që ka marrë. E qartë. Mirë, Beshir, më trego historinë, çfarë ndodhi? Vajza të mori për herë të dytë telefon dhe të kërkoi para. Ka qenë bashkë me djalin. Po. Mund të qenë në këto dhoma që jepen se i thon këtyre shtëpive private kështu me qerasit, e mund Tiranë ka aty. Po. I ku vërdalt. Edhe më tha që do presim biletën tha për t'iku. Po, djali nuk i bie, me sinqeritet. Na duan 550 euro, tha ajo se do paguajmë dhe qeranë e shtëpisë në Itali. Po gjatë kësaj kohe, Beshir, më fal që të ndërpres, gjatë kësaj kohe vajza ku jetonte? Në shtëpinë tuaj? Jo, jetonte në Itali, në Tiranë. Po? Në Itali dhe Tiranë. Edhe unë nuk isha ndjeni që kjo kishte fëmija, ishe martuar, as ishe gjithmonë, thjesht me që djalë, dhe më kishe një fëmijë me djalin tim, dhe mundoja të ndihmoja. Kam hyrë kredi në bankë, ja kam dhënë ato parat, me sinqeritet po them ndonjëherë, nuk i dua, ja kam dhënë dorë, nuk i dua. Beshir, Beshir, në momenti që ty të merr një vajzë në telefon dhe të deklarojë që është e dashura e djalit tënd, që ka sjellë në jetë një fëmijë, një vajzë dhe paska të sëmurë me vrinë në zemër dhe i duhen para që të gjitha janë mashtrime, sipas nënës Sirenës. Këtë dohet të shkonte deri në fund. Shumë mashtrime nga nësa. Por ti si baba, nuk e pyeti një këtë vajzën, moja ke familje, kush është nëna, kush është babai, nëse ti do. Me sinqeritet e kam pyetur dhe në Durrës, ku kemi qenë përpara një avukati, se djali pasi nuk e kapi këtë në rinas që kish ikur kjo, ka qenë mashtru, se kupton, moj parate dhe iku djali. Djali vajti për të takuar. Por dëgjoj, të lutem, Beshir, në këtë rast i bie që dhe djali juaj t'ju ketë mashtruar, se djali juaj e di ka fëmijë apo jo? Tani po them të dy, kur them të dy unë, edhe kur kthehet djali ky ngelet makina pa karburant. Te pishi zhurit aty, i thot një karburantit, kështu thot, më duhet t'i hedh 20, t'i hedh 20, kishe 20.000 lekë në xhep, në atë që kisha dhe unë. A i hodhi 20 litra, benin afërsisht 36.000, 20.000 lekë vjetra. Edhe aty unë dalua djali. I kishtë lem pasaportën ati karburantit, të nesme më gjesë, unë i dhash, i ktheva parat ati. Ja ktheva ati të karburantit, sepse... Tani, Beshir, sa ko ka që ti e njeh këtë vajzë, që hiqet si e dashura e djalit tënd, Marietën, sa kohë u bë që ti e njeh? Nga data 13 e këtej. 13 të kujt muaj? Muaj të shkuar.
13 shkurt. Kur e ke takuar ti për herë të parë Marietën? 13 mars. 13 mars. Kur e ke takuar ti për herë të parë Marietën? E kam takuar, do më 13 që ka ardhur në gjykat në Durrës te djali, kur doli nga paraburgimi. Por pse djali pse ishte dënuar? U dënua për këtë arsye sepse nuk i kishte dhënë lek karburanti dhe futesh në një nen, si ja kishte dhënë tamam. E kishte denoncuar personin në fjalë, e qartë, e kuptova. Për shkak të kësaj, vajtja e tij, domethënë kishin te Irina, si kishte hedhur karburant, mbi fjala vajtja ardhje 30.000 lekë, i kishin ngelin 20.000 lekë në xhep. Po jo, dhe i thot, tani të lutem, unë e di që ti Ergestin e ke djalë dhe je babai dhe do ta mbrosh. Po tani se djali juaj shkon në për pika karburanti, merr karburant pa lekë, i mashtron njerëzit, nuk ka lidhje këtu vajza, përpos që vajza ju ka mashtruar. Tani, shiko, nuk po them se ka lidhje vajza, po për këtë arsye ka vajtur për të takuar dhe ajo nuk ka ndaluar për të takuar me këtë dhe ka ikur. E qartë. Nuk i doli. Po mirë, ti si baba, në momentin që ajo të erdhi në shtëpi, kanë ardhur pasi kanë marrë 550 euro, kanë ardhur në shtëpi, do rrimi çofer takoj mamanta dhe do ik. po bashkëshortja juaj si u soll me ta? Edhe sa futën dhom nuk doli me. Do më dilte, rrinte, bende xhiro, kishe lek në xhep, bende xhiro. Blinte qa donte, hanin e pinin edhe vetëm bende rëmuj shtëpi, thyente, bende, për ne është një gjendje e pamenduar, ose shumë e vështirë për familjen time. Po kjo nuk është normale, unë e kuptoj shumë mirë, kjo nuk është normale që ju hapët derën, e kuptoj. Erdhi e dashur e djalit, ndërkohë që ajo filloi të thyente dhe të bënte, se ata janë të dy përdorus të lëndëve narkotike. Edhe mund t'jenë. Ju nuk denoncuat njëherë në polici, ose të kërkonit familjen e kësaj vajze, kush është familja e kësaj vajze që më ka ngelur në shtëpi? Më dole shumë mirë se nuk i mbaj mend gjitha. Sa erdhi kjo, shkojnë në polici. Dhe i them, mëj vajze, ti më thua që ke me djalin kështu. Po. Po të vish me djalin, do të thonë nesër që po të bëm presion djali. Po. Do vish me mua me që më thua papa si vajzën time? Nuk do ndet vinde në polici. Me gjithatë unë gula kem. Tash në qoftë se nuk do vish në polici, edhe djalin e kam ndarë dhe të dy do dilni nga shtëpia sot. Ose do dalim në dy plejtë. E qartë. Shkon në polici, bën deklaratën. Thotë unë filan Fisteku, si e kishte emrin mbi emri, kam ardhur me dëshirën time për të jetuar te shtëpia e filanit. I thashë mos stoj te shtëpia e Beshirit, se Beshiri e ka bashkëshorten e tij. Ose mirë te shtëpia, po edhe pyetën e mbajtën në polici ata 3-4 orë, thanë që është e drejtë e saj jeton ku doj. I thashë o zotri, unë nuk isha ndjeni që kishte lënë fëmijën ndi. Te kam marrë para 4 ditë shvesh. Po. I thash, po që të bëj unë tani, me se do t'i mbaj, se unë hyra borç, ja dhash, për të kurua fëmijën, tani s'kam lek. Po mirë, o Beshir, se më duket pak histori e pak kuptim. Ajo të kërkonte lek ty të mashtronte për fëmijën, por ti nuk e pyete moj ku e ke vajzën e vogël? Se i bjet ishe gjyshti. Po, ma nxirte fotografi një vajzë. Po ku e kishte lënë sipas saj? Po, më thoshte që e kam sjellë në Tiranë, nga Tirana, do më thënë, jo e kisha ardhur me vajzën, ajo ja dhash, edhe ja dhash direkt, isha në punë, i mora borxh edhe vajtë ja dhash direkt. Jo, ajo qëndroi në Itali se këtu nuk e marrin për sipër. Ajo qëndroi te ty dhe vazhdon të jetë akoma në shtëpinë tënde. Këtu është në çdo kohë, unë rri për jashtë, rri brenda shtëpisë. Ti ke disa muaj që e mban në shtëpi. Ty nuk të bëri përshtypje. Jo disa muaj, s'ka mbush as një muaj, një muaj ka. Një muaj, ka një muaj që ka mbritur në shtëpinë tënde. Ty nuk të bëri përshtypje që po të mashtron si djali dhe kjo vajza? Sepse në momentin që të kërkojnë para se ka një fëmijë të sëmur, ti i ke pyetur dua të shkoj vajzën. Po i kam thënë. Ja do ikim tot bashkë me djalin tënd sa të mbaroj këtë thotë çesh jo bllokimi thotë do ikim bashkë. I thash po vajzën ku e ke? Ma tregoi një herë një, po nga interneti mund ta ketë marrë, patjetër, nuk. Por në momentin që ajo ishte në shtëpinë tuaj, ju nuk e pyetët? Keni familje, s'keni familje, keni motra, keni vëllezër? Nuk bëhe me asnjë thotë. Kam bërë jetë shumë të vështire, nuk dua asnjë thotë. Po vetë me djalin ti Beshir, fole?
Kam fol me djalin, djali është i shokuar, i hutuar për vetë e tij. Po ai ta solli në shtëpi ty, vajzën. Ai ma solli, nuk. Po pra, ai nuk ka dhënë ty një përgjigje, mirë vajza po të mashtronte. Nuk e dije që ishte kështu gjendja thotë. Unë jam lidhur në internet, thotë, më ka thënë thotë jam një vajzë kështu thotë. Tashti më ka thënë djali jam e ndar nga burri. Edhe jam lidhur në internet për bamirësi, thotë, se kur ka qenë aty në Tiranë shkonte shumë në xhami, besonte shumë. Edhe thoshte që më mirë të besh nder te një njeri që është i rrugës sepse Zoti ta shpërblen, edhe ka ikur me këtë mendje. Jo, unë e kuptoj që bamirësia është gjesti më i mirë i çdo njeriu që bën, por kur ju s'keni para për vete, Beshir, ti ke deklaruar shëmbledh kanaçe. Tani unë se kuptoj një njeri që s'ka lek për vete të bëj bamirësi. Më kuptoj, unë thash mua kam pat vajzën dhe djalin binjak, më ka vdekur djali edhe jam shumë i bindur. Më vjen keq për këtë. Unë një herë në ditë vetë pu, edhe nuk i le dot mirë. Ose s'le dot një tjetër që shikojnë rrugë. Do ikin këmbje fjala nga Durrësi deri në Kavaje, do t'i jap çat kem gjë. O Beshir, të lutem që të kuptoj qartë historinë. Ti në këtë një muaj që e ke mbajtur Marietën në shtëpi, ajo është moshë madhore, ti nuk ke ndonjë përgjegjësi të madhe, jo. Por ti e kuptove që ajo po të mashtronte? Nuk e kuptova, vetëm kur më tha jam. Por djali çfarë të thoshte? Po djali jo çfarë të thoshte? Sepse ai ka qenë djeni për të gjitha. Ai ka qenë djeni që Marieta ka lënë bashkëshortin, ka lënë fëmijët, ka ardhur nga Italia, ai di të gjitha këto. Asnjë më kanë thënë, vetëm kanë thënë që kemi një fëmijë dhe inshallah na e ruajt Zoti, është në spital, është andej, është këtej, për mendimin tim. Unë për vetë time them jam mes katër rrugëve. Po bashkëshortja juaj, po me bashkëshorten tuaj, ndoshta me nënën ka folur më shumë, ose Marieta si sillej me gruan tuaj? Vetëm ka thyer gjithçka në shtëpi, ka shkatruar çdo gjë, ka pru një rrëmujt pa parë, kam shkuar në polici, ka thënë që është zgjedhje e tyre. Po tani, një njeri që thyen në shtëpi dhe bën rrëmuj, do të thotë ka një hallë, ka një problem. Dhe unë po ju them, në bazë të informacioneve që ne na kanë ardhur, edhe nga familjarët tuaj, por edhe nga interesimet që kemi bërë në polici, ata janë të dy përdorues të lëndëve narkotike. Në momentin që ajo bënte këto veprime, që nuk janë normale, ti çfarë mendoje? Domethënë të vinë nusja e djalit, e dashur e djalit dhe të thyej gjithë shtëpinë. Kjo nuk është normale. Po s'është normale, po unë duke qenë një femër, fjala me djalin jam masaruar e kam bërë grindje. Për shkak të kësaj. Për shkak të kësaj. Por çfarë ju ka thënë djali vet? Hiç s'ke punë me jetën time, thotë është jeta ime, ajo rri brenda, ndonjëherë të hedh sirrën, domethënë thotë fjalë më të bukura që shokohesh. Është shumë kështu dinake si temë, nuk është ajo shprehje që tha jam me saj që nuk di shkruaj emrin, pa di shkruaj emrin e saj dhe ma merr mendja shumë njerëz të tjerë. Kur nëna e saj Irena hyri live me Odetën dhe denoncoi këtë histori, ti u informove për historinë. Jo, jam informuar, kam qenë punë faktikisht, se unë punoj, po të flas si motër, punoj edhe në përkoshat e perave për të shlyer sa më shpejt borxhin që mora. Por në momentin që u bë publike historia, që nëna Irena u fut live me Odetën dhe e denoncoi, ti ke folur me nënën. Një mbes nga Gjermania. Po? Më thot, Gjalpi thot, mere këte, thot, të video. Edhe me çdo kusht unë doje t'ju takoja, po... Ja, jemi në këtë live bashkë edhe e quajmë që është një takim, edhe pse është virtual. Beshir, në momentin që ti e pe videon, po? U informove për të gjitha? Kam shkuar në polici. Jo, çfarë komunikove me djalin dhe me Marietën? Si? Çfarë komunikove me djalin edhe me të dashurën e djalit në momentin që pe videon dhe pe nënën e vajzës, çfarë deklaroi? I thash djalit, ç'a na ke bërë? Nuk jam djeni im, tha mua. Po si jam djeni, ç'a ke sjell në shtëpi? Ç'a sollën në shtëpi? Se ti je i ndar nga unë. Më the do vinë si mik, 1 ditë, 2 ditë, 5 ditë. Unë ja pare mendova me vete shtëpi të tuat janë se s'kam fëmijë të tjerë, po paktën nuk duhet majmë për kem ti jemën që është 62 vjeçë edhe lanë shplan edhe gjërat intime të saj edhe ajo kthem për mbi çdo gjë. Po vetë vajza. Po. Kurse vajza thoshte që mamaja më ka praktikosur, thoshte është munduar të më shesin, të më bëj, edhe unë jam larguar, zgjidhi problemet me njerëzit tu. Mua më kanë ardhur persona në shtëpi me makinë nga ana e vajzës.
ushurinje që ka që Po, në lagje atje ku ka qenë. e qartë. Ku kanë qenë blok. Më kam bë presion, edhe këtu tek kur punoj e kosha, më kam bë presion. Bëjmë presion për ta mbajtur këtë. Me shkuptoj unë. Si me... Sepse ai që e ka patur nuk e ka dashur dhe janë ndarë me dokumente, bëjmë presion për ta mbajtur. Po unë nuk mund ta mbaj dot një. Jo, Beshir, nëna e vet kërkon që ajo të kthehet te fëmijët. Ajo nuk kërkon që të vazhdoj lidhjen me djalin tuaj. Irena bën çmos që vajza të kthehet në Itali te fëmijët e vet. Jam i mendimit që të përballemi aty ku është puna juaj. Edhe të themi çdo gjë, nëna le të vinë ta marrin aty. Nuk dua asnjë lloj shpenzime të janë mia, do punoj koshave e do jemi nderuar kudo. Ju doni një përballje. Unë në këto momente të lutem, do marr Irenën që të jemi bashkë në këtë live dhe të flasim. E kemi Irenën këtu, ndërkohë e dashur Irena, përshëndetje. Përshëndetje. Unë fola përpara se të fusja dhe ty në këtë live me Beshirin dhe ai po tregon se si vajza juaj ka mbërritur në shtëpinë e tij. Po? Ai tregon se Marieta e ka mashtruar duke i kërkuar para dhe sot thot ka ardhur në shtëpi dhe nuk del nga shtëpia. Në momentin që ne flasim, kam kërkuar ndihmën e policisë. Pasi fola me jemën e vajzës dhe më thanë që është shtetase italiane, duhet të shkojnë në shtetin e saj. Por ti ke folur me Marietën, Ke folur me Marietën? Për muj, se shkur kundi. Si dhe njerë Beshir? Mama më ka braktisur. Jo, mama nuk ka braktisur asnjëherë Marieta. Nuk është e vërtetë. Nëse më do të vinë marrin thot. Nuk është e vërtetë. Marieta duhet të ikë vetë nga aty ku është dhe të vinë në shtëpinë e saj. Po tani e kërkuat, mirë është që të interesoni se unë i kam dhënë 2 herë lekë për tikur dhe shpyë prapë. I kam faturat në shtëpi, tani jam punë. Nise në Vlorë atë se dalin njerëzit e mi e presin. Nise në Vlorë. Apo të viun nga Italia dhe ta marrë. Se vi urgjentisëm. Mirë në dorë të sigurt. O Beshir, të bëj një pyetje, po djali juaj çfarë thot në këtë mes? Ju e dini që Marieta është 40 vjeç, djali juaj sa vjeç është? Ergesti. Ai është 41 tash. Po Ergesti? Djali thot nuk duhet të prishin familjen. Nuk duhet braktisin fëmijët e saj thot. Tani mora vesh vërtetën, s'duhet i braktisin thot. Pse ri atje, nuk e kuptoj pse ri çupa ime akoma atje. Nuk e kuptoj për çfarë arsye ri ajo atje. Më falë se unë kam vajzë vete dhe nuk e ofendoj dot gosit tende. Çupa jote, aty domethënë nuk ka pyetur për asgjë, ka qenë një situatë përdoruese andej dhe erdhi më vllabroi mua këtej. Po në çfarë situate ka qenë ajo përdoruese? Se nuk pari ta kuptoj këtë gjë. Qa ka pizon? Me drogë. Dhe erdhi sila 3 fëmijë në rrugë. Djali nuk ka të dalë jashtë në Itali. Ajo ka njohur djalin tënd në internet. Po Dhe ka ardhur, dëgjoj tash, atë i braktisja ajo. Jam e sigurt 100%. Po ajo ka ardhur të njohë djalin tënd nga afër. Po pastaj? Se djali joti ka premtuar parajsën, asaj ka premtuar parajsën. Ajo si ignorante, se asnjë nën në botë nuk lë fëmijët e saj për një mashkull. Tënd jam dhe unë. Unë nuk e mbaj dot përderisa ka fëmijët jashtë. Ajo duhet të iki urgjentisht nga ty. Jo duhet të ikin, duhet ta dorëzoj unë te ju ose te Odeta. Më dëgjoj, Beshir, kur djali jot çfarë thot? Do ta mbaj e dua? Djali, për çfarë do tani djali kur ka fëmijët andej? Ajo ka mashtruar, i ka thënë që neve kemi një vajzë bashkë, mund të ketë edhe vjet me djalin aty ajo. O, Beshir, tani që djali joti ka ditur të gjitha. Ajo vajza ime ka shkruar ku ne të dy bëm llafe bashkë, e ka marrë vesh gjithë Shqipëria dhe ka filluar të shkruaj. Shikota, mua duhet të më pranosh ta bashkë me këtë djalin ta, se ky djali tha më dota, kështu ta si të qanta me 3 fëmijë. Unë i thash, vajzë dashur, ktheu tek fëmijët e tu. Mua nuk më intereson ai djali. Shumë mirë i ke thënë, unë jam me mendimin tënd. Nëse ata duan dhe i mbaj dhe fëmijët bashkë, prap zgjidhja është e tyre, nuk është e jonë aty. Nëse ata duan dhe i mbajnë fëmijët bashkë, jam dakord, po kush është ai djalë beqar që do mbaj fëmijët e një 41 vjeçare, pastaj është ai tjetri, është babai ai tjetri
që nuk i la absolutisht fëmijët e tia t'ja marrë në përkëmbë. Më thuaj si të veproj, të lutem më thuaj si të veproj. Ti do Beshir, të dëzosh në polici. Beshir, Nuk mund ta lë rrugë. Beshir, djali juaj i ka thënë Marietës që nisu në Itali se ne do ta ndërpresim këtë marrëdhënie? Jo. Po djali çfarë thot djali juaj? S'kam fare me djalin, unë jam, po them, po flej jashtë, s'po vete tash në shtëpi, vetëm për këtë arsye, sa të zgjidhet jo. Ose të bëjnë qilibrimin, i kam thënë, e të qëndroni ku doni, këtu në Shqipëri, ose Ajo nuk i ndarë me burin, ore, qa qelebrimi do bëj me djalin të? nuk ka thënë, kam bërë 3-4 gjyqje tash janë ndatë. Tash Jo, nuk i ndarë, nuk ka firmosur akoma për ndarjen. Për ndarjen nuk ka firmosur akoma. unë nuk jam dakord që të rri fëmijët vetëm pa ne. Shiko se atë dënon dhe ligji shqiptar dhe ligji italian që ka braktisur vajzën 5 vjeçe. Jam shumë dakord me mendimin tënd, më thuaj si të veproj. Po në momentin që ti e ke denoncuar në polici, tani ti më tregove Beshir që ajo në shtëpi mi ka thyer të gjitha gjërat. Të dy janë përdorues të lëndëve narkotike, përderisa thyen dhe bëjnë në shtëpi. Ore ti kur shkove në polici, policia nuk e kuptoi që kishte të bënte me dy përdorues të lëndëve narkotike? Jo, policia më ka thënë kështu që kjo është shtetase italiane dhe duhet të përgjigjet shteti italian. Ata të dy pinë drogë, janë të papërgjegjshëm se çfarë thonë dhe se çfarë bëjnë. Kjo me këtë policinë nuk e marr vesh tash se çfarë shteti është aty për mos zgjidhur një problem të kësaj natyre. Që kanë që të dy përdorin drogë. Policinë nga Italia urdhë, vepro, zgjidhi këto gjëra jenen, unë jam dakord me ty. Irena, Unë po them gjithë problemi qëndron të bëhet më e mira për fëmijët. Irena, gjithë problemi qëndron që zoti Beshir thot unë ka marrë kredi, ka marrë borxh se ata të dy më kanë mashtruar. Si djali edhe vajza jote. Shiko, Beshirin e ka mashtruar djalit tia në ratë të parë. Se unë nuk të besoj një njeri që të më thotë mua që unë kam fëmijë me djalin tënd, dua kaq lek apo më jep kaq lek, se do bëj këtë operacion apo do bëj këtë gjë, absolutisht jo. Çfarë kam thonë? Të mua nuk më vjen në përmendje dhe nuk i besoj kurrë. Tani mirë mua më mashtroi djali, po ande që thuhet i ka marrë kredira ajo dhe ka marrë rrogën edhe te bedante Ka marrë kredi në shtetin italian ajo, dhe ajo do i paguajë 1 ato. Po tash atë Beshiri e bërë atë veprim ande. Jo, e kanë bërë të dy bashkë ata, e kanë bërë të dy bashkë, djali jo dhe vajza ime. Unë nuk të vë në paj tyre, vlla. Unë nuk të vë në paj ty. Unë ty në të vë në paj që ti të vesh ta denoncosh te policia ta nxjerr jashtë, se ata janë që të dy të droguar. Tash përderisa nuk zgjen gjë analizat, këtë mu janë droguar. Çfarë analiza mund të jetë? Ata janë të droguar, ata po thonë gjithë bota që ata janë të droguar. Unë si kam parë për vetë time që t'jenë të O Beshir, tani të lutem me Beshir, a i the ti që ajo thyen dhe shkatëron, o është e sëmur mendore, o është përdorues të lëndëve narkotike, se nuk është normale tani të thyej. Jo, nuk ka asgjë mendore. Me gjë mendore është në rregull. Atë ta jap 100% firmën unë. Që ajo nga mendja nuk ka asgjë. Ajo pi drogë, është në kushte shumë të vështira që bën ato veprime, se nuk ka mundësi. Në kushte më të mira se unë jam në punë, tani është në kushte më të mira nga unë. Ajo fle brenda me gjitha të mirat, ka marrë dhe kupa dhe vajzë të tëra të ajo po thyen po shkatron drogë tash. Po bjen në funksionitor person. Nuk e kam as lakuriq, as pangren, unë vetë po bërth rrugëve, po mbeth kanashe, ja po atë. Ore, unë jam ndjekur jashtë një person të tillë, ç'është person do ta bëj shpinime ore. Ore, në shpinime e bëj ligjimore, se bën njëri tjetër. Beshir, nuk është normale Beshir, dhe thot mirë Irena, kush është një njeri që vjen në shtëpinë time, unë dal jashtë dhe ai rri brenda. Po jo, s'ka asnjë mënyrë, kush më komandon në shtëpinë time, jam unë vetë. Në shtëpi jam unë zot ore vlla, nuk ka njëri tjetër. Ndërkombëtare. Flet me Marietën dhe thotë që do ikin shumë shpejt, do ikin, do marr shtëpi me qira, do bëj atë, do bëj këtë. Ndonjëherë thotë unë ngul kem për të fëmijët. Dikur më ka thënë Irena që ka fëmijët këtej, unë kam ngul kem në çdo moment. Po mirë, o Beshir, kur ti e more vesh që ajo kishte fëmijë dhe i kishte braktisur, ti je shokuar kur e dëgjove këtë gjë nga Irena. Shumë fare. Çfarë i the Marietës? Se besoj e ke pyetur pse më ke mashtruar. Çdo gjë të mirë që e kam bërë për ty thash, e kam bërë sikur e kam bërë për vajzën time ose për një jetim e rrugës. Duhet shkosh me njëherë te fëmijët. Po ka thënë. Më duan lek për tikur. Po unë s'kam shtëpi, më duan 550 euro. Ja kam mbyllur me Western Union. 550 euro, kam faturën aty, ajo i prish ato lek, ka iku vetëm. I prish ato lek dhe tha më ran rrugës prap. 2 herë ka rënë rrugës. Domethënë ajo merret me diçka, djali ka qenë shtëpi ku ka ikur ajo.
Por Edhe unë ti e pranove prapë, Tani, unë po të them që djali ka qenë në shtëpi, kur ka ikur. të kuptoj. Ajo iku nga shtëpia jote, do të thye prapë, ti e pranove prapë? Pse duhet ta pranoje ti? Pse duhet ta pranoje ti? Një femër nuk mund ta kap dot me dorë. Jam Ore ti mund të vish shumë femra aty në shtëpi, ti do i pranosh të gjitha? Ju s'pranoj asnjë, unë po ti duhet të korrigjosh. Po ti po çe duhet pranosh këtë? Çe duhet ta pranosh këtë në shtëpi ti japësh derën? Kur unë njeri nuk e njoh, dhe kush është ky njeri, nga vin, nga vën, i kujtosh, e kujtosh, unë nuk mund të fut një person brenda pa e njohur dhe kush është ky person. Ajo mund të më vrasi mua. Ku di unë kush është kjo? Tani unë Se normale tash, të ky njeri pa njohur tek mua këtu, dhe unë ta fus brenda. Beshir ti le në shtëpi? në shtëpinë gjumë. Unë i ka shpejt edhe punoj për të shua bukë. Ti punon dhe ata hanë për ruzin tënë, të? Shumë të drejtë, plasë skaluar. Anë shkatrojnë, mirë hanë, po shkatrojnë. Po, kuptova. Ndërkohë nuk do që t'ikin nga shtëpia juaj, këtë po tregon. Do t'i. Por çfarë pretendon? Do martohet me djalin tënd, do rri aty, do jetoj aty? Po kështu thot atë se dua, thot nena më ka braktisu, vllai do mbet copa do fusin valiqe. Tani është 41 vjeç. Shiko, ka braktisur ajo dhe nuk pyeti fare për atë që bëri, se djali jot po kërcënonte, filloi lufta që në datën 15 mars. Po kërcënonte për lek, donte lek. Gjithë lufta po bëhesh për lek tash. Nuk po bëhesh se ata të dy dureshin, edhe kishin hyrë dashuri të madhe këta despotazh këto nga tjetri. Të duan këta të dy, te unë nuk do jetojnë sepse ka fëmijët më tanë, duhet të rrisin fëmijët një. Pasi të kalojnë fëmijët 18 vjeç. Ja, se nuk e la atë, nuk e la asun atë, po të puqet qelli me tokën bash. Ajo, o vete tek fëmijët e saj, o çdo gjë është e mbaruar. Zgjedhje jetën e saj, jo. O Beshir, por kur ti e mësove nga Irena që djali jote ka kërcënuar, i ka kërkuar para, çfarë të tha djali? Besoj ke folur me Ergestin. Që ka kërcënuar Irenën? Po. Irena më ka thënë mua. Po pra, kur e mësove këtë që ta tha Irena. Po i kam thënë, që janë këto veprime? Po, fillon, pastaj thot ajo që e shpa im, thot, sepse për mua ka ardhur 2-3 herë në Tiranë, thot, ka marrë makina me qeraj, i jam bllokuar, thot. Po ku ti makina, ajo zdi nga ipet nga makina. Bukra me gjera kështu. Ajo nuk e di si viset makina, ajo s'ka patent makine për të marrë makinë. Nuk mund të piten laj, janë sa probleme kështu. Si? Që ajo do më dhënë e ka joshur nga largë. E ka joshur ajo? Tashti, edhe ky ka qenë pas kësaj, kupton ti? I ka pëlqyer jeta. I pari është ai që ka joshur, se i ka pëlqyer, i ka thënë ndale, kjo është në Itali, e nda nga burri, mund ta marrë për dokumenta për tutje për tu, si të bëjnë gjithë peshku. Vajzën e dëmton kur pes shumë për vajzën. E dëmton shumë në jetë. Më mirë. Jo, ajo i ka shkatruar vetën, ajo ka shkatruar vetën e saj, ka shkatruar fëmijët e saj, na ka shkatruar dhe ne të gjithë. Edhe ne. Tash shiko, këtë probleme ka marrë gjithë Shqipëria tash. Po shumë mirë beri që e mori dhe unë them të shkojnë deri në fund kjo. Po, deri në fund se unë nuk e lë me kaq çështë. Po jo, se ajo o Beshir, ajo që s'kuptoi unë. Në momentin që ti e more vesh që edhe djali, edhe vajzat kanë mashtruar për gjithçka, nga fillimi deri në fund. Po. Por pse nuk i dëbon nga shtëpia të dy? Kush i nxjerri? Ti more zotri. Po si do t'i nxjerr? Ti kap me dorë. Po jo më njofton policin. Janë përdoruar të lëndë me narkotika, hajde mi dëboni nga shtëpia. Si po ky, me ta kuptojnë në kondicione, domethënë nuk ka forcë as tek djali tjetër. Nuk kam forcë ta nxjerr nga shtëpia. Kështu që duhet ndëri policia se ky nuk ka forcë. Domethënë djali nuk i bëj çdo gjë, punon e re, bën e kupton? Në këtë situatë është. Ka personit për ta bindur policin. Ti them që kjo ka braktisur këtë ende dhe urgjentisht. Policia futet në sistem, shiko, policia futet në sistem direkt dhe gjën që ajo ka qenë. Është e martuar, ka 3 fëmijë dhe s'është ndarë akoma përfundimtare me gjyq. S'ka hedhur akoma firmën. Kërkohet e policia të vinë ta marrin është e shtëpia. S'mund të them, unë nuk e nxjerr dot sepse për dhunë mund dënohet.
Po, Jo. kuptoj. Pavarësisht të shpitu. Sepse ne kemi marrë informacione nga njerëzit që jetojnë afër jush, që janë komshinj, fqinj, edhe kushurin tuaj, që s'dua t'i bëj emrat publike sepse ti i njeh. S'ka problem fare. I ke familje, që ai edhe e ka dhunuar. E ka rraur vajzën. Po t'jetë e vërtet, le të dënohen 2. Jo, unë po të pyes ty se ti jeton në atë shtëpi. Njerëzit e kanë parë që ja ka dalë duke qarë nga shtëpia. Po nuk kam, po të kisha parë që unë kam dhunuar djalin timet. E kam goditur djalin tim kur mora vesh nga Elena. E godita dhe nuk flet me mua, me tashish. Megjithatë djali im është prapë, le të dënohem për djalin. Jo, nuk e pse përdor ti Beshir dhun, nuk e pse dënohesh ti. Nuk kemi që të dënohesh ti. Dënimin e marrin ata të dy. Jo ti dhe unë. Unë, Irena, jam dakord me mendimin tënd. Kjo thënë që e hipen fugon që e mblorë, po ku do të shkoj kjo do kthehet prapë pak shtëpi. Kush më garanton më që s'do vi prapë? Jo, ti nisën në Vlorë atë, se garantoj unë tu pasaj. Ti nisën në Vlorë atë. Se nga Vlora kanë ardhur ata që të shtëpia kanë me presion. Nga Kush Fieri ka kanë ardhur? ardhur me makina. Kush ka ardhur? Tani, po nuk i njoh, po kanë bë presion. Natën. Nuk e di që të ketë ardhur në një aty ka bërë presion. Të lutem, Po të kishin bërë presion ata dhe po të ishin njerëzit e mi, do ta kishin marrë Marietën direkt, nuk e linin aty brenda. E aty do ishte bërë kasapate këtyve. Po të ishin të tillë. po ti bën kasapan, unë po të strehoj, po tash unë s'po të vras ty. Ti po Ore, do bësh jo me ty, ore, vëlla, nuk kam gjë me ty, ne kam me djalin tënd me vajzën time. Ore, po të ishin ata që kishin ardhur, kishin kërcënuar, do kishin vrarë dhe vajzën time dhe djalin tënd që të dy ore. Kupton ti apo jo? nuk flas dot me tani se Mirë, Beshir, jo, Beshir. Ato Irena veproj unë. E kuptova. Atëre, Beshir, ti mund të shkosh në shtëpi të flasësh me Marietën, ndërkohë që Marieta nëse ka thënë dua të largohem, pra të nisem në Itali, kjo gjë le të bëhet sa më shpejt, që ajo të vejë të fëmijët e saj. Po nëse ajo thot nuk duhet largohem, do jetojnë kur Ti nise në Vlorë atë. Ka marruar gjithçka, nuk ka pse tri aty ajo. Ti bën një gjë, ti nise në Vlorë atë, se pastaj merrem unë me atë punë. Sepse Beshiri pretendonte që ju Irena, Beshiri pretendon në fillim që ju ushtronit presion që Marieta të martohesh me djalin dhe të rrinin bashkë. Në asnjë mënyrë të martohet me djalin. Jo, në asnjë mënyrë s'kem bërë presion të martohet me atë. Në asnjë mënyrë. Po ngul ke mamaja thot, unë e kam zgjedhur vetë, do jetoj vetë. Pastaj kur i ngula ke mundu fëmijët, thash unë në Shqipëri këtu, se unë kam qenë kryetar sindikate, me sindikata. Në Shqipëri them që di kodin e familjes, kodin e punëtor, të tëra ato, kodin e punës tëra me radhë. Në Shqipëri, nëse ne në braktisë fëmijën dhe 18 vjeç është detyruar të shlyejë detyrimin. Po se kam bërë sepse nuk ka prova fakte në shtëpi. Po qa prova më zotria, apo thuaj ti po e thoj live me mua, më kanë thyer gjithë shtëpinë. Pse nuk e denoncon, por dhunë në banesë. Të gjithë shtëpinë jo, po çdo gjë që ashtu e merre, thyen me grisë, bën, shkatron. Jo, se shto ti, tash unë, bajza ime nuk ka asgjë në dorë, ata përdorin drogën që kanë. Nëse bashkëpunoj me 60 vjeç, plan deri në 3 natës ajo sa vjen, shkon në tualet, pam, hidhet kërvat, rri aty, pas 3 orë del prap, del për psonisur, ula. Këtë veprim bën, ose kur i çojnë në shtëpi, se unë nuk i ndaj. Unë marrë bjekela marrë për 4 persona. Edhe buk po marrë nga 4, tash i mbase si janë për të këto, po çdo gjë po i marrë në mënyrë të barabartë, sa të shkoj hakat e Zotit. Edhe marrim. Se unë jo buk që s'do të jepja, po do merrja një dru, edhe djalit tim edhe vajzës time, edhe do i përzija kështu që mos të dini nga të venin. Ne na mund ta vrasim, po babaj dëno. Dëno atë. Beshir, nuk është ideja të ushtrosh dhunë, Beshir. Ti çfarë të ka ndodhur në familje, Beshir, çfarë të kanë thyer, çfarë të kanë bërë, mund vesh ti denoncosh në polici, Beshir. Këtë mund të bësh ti. Nuk e punë ti të ushtrosh dhunë. S'ke pse përfundon ti në burg për këtë situatë kur ti je i pafajshëm. Shumë faleminderit. Shiko, unë mendoja këtë që nëse kjo do sillte një certifikat familjar, se kam folur polici. Sillte një certifikat familjar të Marietës. Unë ja dorëzoj policisë ato që ka braktisur fëmijët, duhet të ikin se s'bën, se policia jonë. Unë po të them një këshill, nëse ti e shikon që situata nuk është normale në shtëpinë tënde. Nuk është fare. Atëherë ti shkon dhe denoncon, por unë e kuptoj, ti je baba dhe nuk do ta bësh të denoncim se të përfundon djali në burg. Se ajo do dënohet e fëmijët do ngelen jetim. Ti atë problem ti.
po kjo është. Pa ajo është e madhe nuk... Mendoni një moment. Me gjithë zemrë dhe hiqe transportin. Se e di që bëjte unë vi në Shqipëri, mbledh gjithë fisin tim, edhe vi aty të shtëpia jote. Po ku do kute djali jote pastaj? Djali jote ku do kute pastaj, se aty do hyjnë gjak, aty ku do Irena, kemi dhe pak të kujdesshëm, Irena, mos kërcënojmë. Ideja është që vajza të kthehet. Unë nuk kërcënoj, po ky do ta nxjerrë urgjentisht për jashtë atë. Mos të vi mos tani gjendje deri aty. Nenës do t'i pres biletën me që janë fukara, të vi këtu, ta marrin vetë me dorën e saj e ta çojë te fëmijët. Do e pres vajti ardhi edhe ta pres si motrën. Mua biletën, jo, nuk kam nevojë të pres njëri biletë, unë e pres vetë biletën. Nuk kam nevojë shumë. Unë jam beshiri, jam fukara. Nuk kam nevojë që të më presësh biletën ti. Nuk jam në këto kushte për të pres biletën ti. Mirë atëre. Se vajza ime ka bërë këtë gjest njerëzor, ky gjest njerëzor që një fëmër që nuk do fëmijën e saj, nuk të do ty ore zotrin. Jam dakord e shumë i dënueshëm, po unë nuk e dënoj vajzën tënde, sepse fëmijët e tu do ngelen jetim. Irena, me sa kuptohet Beshiri nuk ka fuqi ndaj djalit. E kuptova, Beshiri nuk ka fuqi, nuk ka forcë. Meqense ky nuk ka forcë, se vjen në polici dhe ti thot policisë gjithë çështjen. Kështu që ndron di punën. Dhe nëse policia nuk bën asnjë gjë, ti do më thuash mua se do vite unë aty bënej se 4 orë në Shqipëri. Policia i ka gjitha të shkruajt atë Beshir, ti mos u prekupo për të gjë. Ti ik atje, bëj ankesën, merr mua në telefon, se plasë do. Si prind edhe ti si nën, edhe brezi jonë është shumë i dhimbshur. Megjithatë, këta kanë rrugë tjetër edhe secili të vjen vendin e tij. Po. Kaq, edhe fëmijët mos i ngelen rrugës. Edhe ne s'kemi nevojë as për asmëri as për gjëse. Nuk trembemi nga asmëria, por s'kemi nevojë. Jo, po nuk është nevojshme të diskutojmë. Nuk është nevojshme të arrijmë në këto. Unë dua çdo gjë të zgjidhet me paqe, nuk dua të vritemi tash. Po. Jemi kuptuar bashkë. Po jemi kuptuar, ti duhet të vesh, unë kuptojmë shumë me ty, ti duhet të vesh në polici, të sqarosh gjithë gjendjen që ajo të dalë për jashtë nga shtëpia jote. Po. Unë këtë kërkoj nga ty, dhe merrem dhe mua në telefon, se flasun direkt me policin. Kur ti të kërkosh bie fjallat, më kërkosh mua si prind që kështu shkosh në polici dhe kjo ka lënë këta lesh të shkruar që t'ia tregoj policisën si provë. Si provë, bie fjala si ti mesazh. Shkruajmë që vajza ime është e martuar, s'ka përndarjen akoma, ka 3 fëmijë. Ta shkruajmë këtë dhe tregoja policisë. Shumë faleminderit. T'ia tregoj policisë edhe. Po, ta shkruajmë direkt. Nuk ka problem. Thotë do ndjek çdo rrugë. Shumë faleminderit. Mirë atëherë, Beshir, të falenderoj që hyre në këtë live. Faleminderit Beshir. Irena, uroj që të zgjidhen sa më shpejt gjërat, si te familja Beshirit dhe familja juaj. Është e zgjidhur, vetëm duhet një diçka e shkruar nga Irena t'ia tregojmë policisë. Ta shkruajmë direkt. Mirë, mbetemi në kontakt. Mirupafshim. Shumë faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit. Mirë dashurish, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Uroj dhe shpresoj që 41 vjeçaria Marieta të ndërgjegjësohet për 3 fëmijët që ka braktisur. Ju mos harroni të abonoheni në kanalin tim zyrtar këtu lart tek fotoja, ose ta du me Mandro, ku çdo ditë u ndaj me ju histori dhe dëronësime që ju bëni. Faleminderit.